Shkojmë në Shqipëri. Do të ndalim tek debati për Zvërnecin, ku prej disa ditësh po zhvillohen protesta kundër një projekti turistik që parashikohet të ndërtohet pranë zonës së mbrojtur të Nartës. Banor, aktivistë dhe përfaqësues të organizatave mjedisore kanë shprehur shqetësimi se ndërhyrja mund të dëmtojë një nga ekosistemet më të rëndësishme bregdetare të vendit. Situata është tensionuar, ka pasur edhe përplasje mes protestuesve dhe rojeve të sigurisë private. Kemi parë pamje duke u ngre zvarr disa prej protestuesve, ndërkohë një nga anët qëndrojnë se argumentet për zhvillimin ekonomik dhe investimin në turizëm, ndërsa nga ana tjetër shqetësime për mbrojtjen e mjedisit dhe respektimin e statusit të zonave të mbrojtura. Ka pasur reagime edhe nga kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili mes tjerash ka thënë se tërheqja e investitorëve do të jepte një imazh të keq për Shqipërinë. Ai ka paralajmëruar se pengimi i projekteve të mëdha mund të dëmtojë seriozisht imazhin e vendit në përgjithësi. Derisa pak më parë ka pasur edhe një deklarim që e ka menduar sinqerisht edhe dorëheqjen. Ne fillimisht do të jemi me Redi Muçin për të folur për këtë zhvillim. Zotri Muçi, mirë se erdhët. Faleminderit që jeni me ne sot. Faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë. Natyrisht që edhe vëmendja jonë gjatë këtyre ditëve ka qenë në këtë protestë dhe në këto përplasje që kemi parë dhe pamje as pak të këndshme. Çka po ndodh realisht? Dua t'ju falenderoja sinqerisht për mundësinë që më jepet, sepse edhe pse ngjarja ndodhi para 2 ditësh dhe unë isha i vetmi përfaqësues i Kuvendit të Shqipërisë, pra si deputet pjesëmarrës në protestë nga Lëvizja Bashk, ju jeni televizioni i parë, media e parë për të cilës i jap një intervistë dhe është tregues fakti që është një media prej Kosovës dhe jo shqiptare që interesohet për një çështje të tillë. Besojmë sepse natyrisht edhe vëmendja ka qenë atje për të parë se çfarë po ndodh realisht. Kështu që na tregoni pak, cila është situata për momentin atje? Ajo që po ndodh në zonën e Zvërnecit është kjo që bëhet fjalë për një ndër zonat më të rëndësishme edhe nga pikpamja mjedisore sa i përket le të themi shpendëve dhe kafshëve të rralla që janë aty, bëhet fjalë për 200 shpendë, edhe që është një zonë në fakt që ka qenë mbrojtur dhe që pak vite më parë është nxjerr nga statusi kategorisë parë, le të themi, të mbrojtjes, është ulur në kategorinë 5, por thelbësisht protesta u organizua nga banorët lokal të Zvërnecit, pra të cilët kërkojnë të drejtën e pronësisë së tyre mbi atë territor, që në fakt pretendimi i tyre është se letrat janë falsifikuar nga një person tjetër në mënyrë që të jetë, le të themi, ndërmjetësi, ai si pronari i supozuar i tokës për të bërë këtë si marrëveshje. Tani, një situatë e tillë nuk është specifike as pak për zonën e Zvërnecit. Në Shqipëri e kemi parë në plot zona vatra të tjera me potencial zhvillimor turistik, ku banorët lokal, të cilët kanë marrë, le të themi, titull pronësie me ligje të ndryshme në Shqipëri, ama gjithsesi, edhe pse janë endur në gjykata për dekada të tëra, nuk ka dalë barë që të nxjerrë atë që quhet certifikat pronësie, pra që jep mundësinë pronarit që ta zhvilloj pronën e vet. Atëherë, duke i ditur zhvillimet, sepse pas pak do të jemi edhe me zotrin Sazan Gurri, dua t'ju pyes, duke i ditur zhvillimet që janë për momentin, sa të fuqishme janë këto dyshimet pra për falsifikim të dokumenteve që e thonë banorët? Po, sigurisht që janë dyshimet janë të qëndësishme, sepse siç e theksova nuk është rasti i parë. Në gjithë Shqipërinë janë banor lokal të zonave qoftë bregdetare, qoftë malore me potencial turistik, të cilët thonë që në tokat që ne kemi pasur historikisht nga stërgjyshrit tanë, të cilave shteti shqiptar nuk ka denjuar të nxjerrë një certifikat pronësie, papritmas shfaqet një person i huaj tërësisht, i cili pretendon pronësinë mbi këto toka dhe i cili lidh kontratën me investitor me burime financiare të panjohura, ndërkohë që roli i shtetit shqiptar dhe atij që quhet Këshilli Kombëtar i Territorit dhe i Ujit, kryetari së cilës është vetë kryeministri shqiptar Edi Rama, thjesht nënshkruan, le të themi, lejen zhvillimore pa u zgjidhur më parë çështja e pronësisë. Dhe kjo duket qartazi që ka një tendencë, ka një qëllim për de facto për të shpronësuar banorët e komuniteteve ndryshme me potencial turistik dhe për t'ia kaluar gjitha këto si zona, le themi, njerëzve të cilët kanë spekuluar me to. Dhe e fundi do të them është fakti që
për plani zhvillimor nuk ka një plan të qartë urbanistik, pra një plan Nuk ka për momentin, nuk ka një plan të qartë se çka do të ndodhë. Po. Duat të di edhe një qëndrim dhe të dëgjoj një qëndrim tuaj për reagimet e Edi Ramës. I thash pak më herët, i lexova ato që ishin gjatë këtyre ditëve, që do t'jepte një imazh të keq për Shqipërinë. Në fakt pyetja parashtrohet që çfarë imazhi po jep kjo që po shihen, u pan edhe njerëz duke u zvarritur dhe kishte një deklaratë së fundmit që e ka menduar sinqerisht edhe mund të jap dorëheqje. Sa e besoni këtë? Gjë e fundit që mund të bënte Edi Rama pas gjithë këtyre skandaleve që kanë kapluar qeverisin e tij është të jepte dorëheqje. Megjithatë, nga deklarata e tij që dëgjova me vëmendje, ai foli për investitor të jashtëzakonshëm, tha, të cilët do të investojnë 4 miliardë euro në atë zonë, vetëse nuk tha nëse qenë këta investitorë që kishin kontraktuar ata huliganët që keq trajtuan, që morën peng banorët që ishin duke protestuar, nuk na thanë nëse qenë po këta që vendosën telat me gjëmba, dhe nuk na tha se pse në gjitha mediat kombëtare shqiptare ka rënë një heshtje vari për këtë çështje. Në fakt, ajo që ndodh, siç e thash, është një marrëveshje e heshtur e Edi Ramës. Zotri Muçi, nëse mundeni vetëm kamerën, ju lutem sepse nuk po ju shohim për momentin. Më falë. Pa problem. Ndërkohë kemi edhe zotrin Sezan Guri që po bëhet gati, do t'jetë pas pak me ne. Mirë, zotri Guri, nëse po më dëgjon? Po, Mirë se erdhët, po kaloj tek ju derisa të rregullohet me parafolsin kamera. Zotri Guri, po flisnim pra për atë që ndodhi në Zvërnec, natyrisht protestën, tensionet e mëdha dhe vëmendjen e madhe. Çfarë imazhi po jep kjo që ndodhi dhe që pam? Më pyetët mua? Po, për ju ishte. Shiko, pavarësisht se kryeministri mund ta thojë si imazh negativ. Po imazh më negativ se të tërheqësh zvarr njerëz dhe të uellësh jo gaz sjellës, gaz lotus. Unë e provova vetë. Gaz me kokra squfri dhe kokra piperi që syt nuk kapeshin nëse ti nuk merret solucionin e tu në spital. Pra, gaz që të vinë të verbër. Nëse ti jeni lartësi nga spitali, mund të jesh i verbër për t'i gjë. Gjithsesi, unë mendoj që nuk është çështje e një investimi të jashtëzakonshëm. Një popull i zakonshëm, një zonë e zakonshme, një territor më i vogël se i zakonshëm, nuk mendoj se do të presi investime të jashtëzakonshme. Kur ne kemi parë me këto investime të jashtëzakonshme, nga Butrinti deri në Karaburun, kemi parë që populli nuk përfiton asgjë. Sot qytetarët shqiptar nuk kanë nga Butrinti deri në Vlorë, dhe plonjatët që kanë banuar 100 metra larg detit dhe banojnë akoma, nuk kanë ku vënë me në një hapësirë publike që të pushojnë, që të shijojnë funksionet e lejuara që t'je bregdeti. Po, zotri Guri, për çfarë investime bëhet fjalë konkretisht që t'jetë edhe audienca në Kosovë pak më e informuar për detaje, se natyrisht gjithë kjo e ka një historik mbrapa. Për çfarë investime, a ka diçka konkrete për cilën është plani në këtë zonë? Kemi një leje zhvillimi, që leje zhvillimit nuk t'i jep të drejtën që ti ta gardhosh, të vësh garde deri në pikën finale ku takohet toka me ujë. Nuk ka mundësi që në çfarë do lloj pronësie, ata të kenë arritur të sigurojnë se Shqipëri po duash merr vërtetime që edhe president. Në Shqipëri merr vërtetime, e gjen mundësi që merr vërtetime që bën shkollë të lartë, merr vërtetime për pronat palishme, dhe pjesa e zonës mbrojtur, që është Nart Zvërneci deri në Seman, është një zonë dhe tokë, unë e them në gjuhën time, tokë perandorake, që asnjë perandori e kohës Romës, e Venecias dhe të Osmanit nuk kanë mundur ta uzurpojnë, as komunizmi nuk mundi ta uzurpojë këtë tokë. Kështu që është pa besueshme që ata të kenë prona të rregulla në toka që është zonë mbrojtur, që është tokë bregdetare. Tokë bregdetare do thotë rera, duna, pylli, laguna, marshet, bogat, të gjithë këto element janë element të detit. Nuk janë element, janë në tokë, po janë element që hyrën dhe del deti, është pronë detare. Pra, deti e ka siguruar vetë hapësirën e tij buferike.
Dhe duke qenë hapësirë buferike e sistemeve detare, oqeanike, është e pamundur që kjo të zihet me toka individësh nga 2020 dhe këtej. Edhe qofse e zën, këta do bëjnë një dëm të jashtëzakonshëm, jo dëmi mjedisor, disa pelikan, disa shkure, disa pyje, jo kjo dëm, jo. Dëmi është që në moment që kjo tokë që thash, rera, duna, pylli, bredeti, kjo këneta, laguna zihen me vepra urbane, me betonizime, ajo do vej sigur dominoje duke shpërthyer detin në tokat më në veri të saj. Në tokën më veri, përsëri ka ndërtime të tilla, do shpërthejnë më në veri akoma. Pra, kemi rreth 1500 hektar, që do thotë 15 km2, që do thotë një sipërfaqe prej 20 kilometrash me 750 metra gjerësi, që do thotë nga Zvërneci deri në Seman. Gjithë kjo vijë bregdetare do jetë jo më pronë publike. Po ndërkohë që sistemi jonë është sistemi i republike që do thotë që prona e përket publikut. Po, Guri, a besoni në Ramën që thotë se e ka menduar të dorëhiqet pas kësaj situate që po ndodh dhe këtij presioni qytetar? Aty do vej puna që ai duhet të riqet edhe ne po e ndihmojmë kryeministin. Unë s'kam asnjë gjë me kryeministin. Me politikat e gabuara që këshilltarët e shtyjnë atë, po me atë kam. Edhe ne po e ndihmojmë kryeministin, sepse po i tregojmë që është zonë e mbrojtur. E tha dhe vetë, është zonë e mbrojtur. Nuk mund t'i afrohesh dot detit, të prekësh rerën, dunën, të prekësh dunën. Që do duna? Që duna është një mbrojtje që krijon natyra në mënyrë natyrale. E krijon deti dunën. Edhe pikërisht Zvërnec Narta deri në Seman që të bësh me duna të mëdha. Janë geomonumente kulturore që nuk lejojnë detin të vijë drejt tokës. Dhe nëse ti e prish të dunë, atëherë deti vjen në Vlorë, deti vjen në Fier. Dhe pra thua që nëse do të ketë një këmbgulje, do të vije deri tek kjo dorëheqje, apo jo? Po, sigurisht që do të dorëhiqet, sepse shqiptarët nuk kanë nevojë për vepra të jashtëzakonshme, kur jetën e tyre e kanë më pak se të zakonshme. Dhe Guri, lejon të lutem vetëm ta pyes zotrin Muçi për një plan realisht, se cilat janë planet, a do të vazhdojnë të protestohet dhe unë jam në emision tjetër. Ju falenderoj. Ishte kënaqësi me ju pas natyrisht me dëgju edhe shqetësimin tuaj dhe ato që i deklaruat. Jemi me zotrin Muçi dhe fillimisht më dua të ndalem tek ndërhyrja që e pam në vikend të policisë, madje pam që pati një përplasje edhe në ato komunikatat edhe prej policisë, por në fakt edhe disa skena absolutisht shumë shqetësuese nga disa roje private. Kështu që zotri Muçi, për këtë ndërhyrje që ndodhi. Jo, mund të them se kemi të bëjmë me një mungesë totale të shtetit, qoftë i përfaqësuar në protest nga policia, e cila ishte e pranishme në vendngjarje, qoftë edhe nga përfaqësues të pushtetit lokal, që do duhet të ishin aty të kishin thirrur banorët në të gjesa publike për të dhënë gjitha sqarimet e mundshme, për të kërkuar llogari nëse janë ndjekur të gjitha procedurat ligjore me lejet zhvillimore ambientale me radhë, dhe nëse do ishin sqaruar banorët, do kishte nevojë për protestë. Sa i përket pastaj rolit policisë së shtetit, unë mendoj se ata që ishin aty të pranishëm e kanë degraduar funksionin e uniformës policisë së shtetit deri në fund, sepse në vend se të ishin aty për të mbrojtur protestuesit nga dhuna, bën se hir, themi ne, kur panë që përfaqësuesit e kompanisë private praktikisht e sulmuan një prej protestuesve banor që ishte përtej gardit dhe e morën zvarr teksa ati kishin humbur ndjenjat. Dhe policia reagoi shumë vonë. Kështu që nga ky aspekt unë nuk e shoh këtë si sjelljen e investitorëve të jashtëzakonshëm, po e shoh si sjelljen e disa kriminalëve të cilët i kanë krahët ngrohta sepse nga mbrapa kanë shtetin shqiptar. Në rregull, na është bashkuar edhe Ervin Goci, profesor në Universitetin e Tiranës, dhe me informacionin që kam ka qenë edhe pjesë e protestave më herët. Zotri Goci, mirë se erdhët. Faleminderit për kohën. Faleminderit shumë. Po diskutonim me shumë shqetësim nga gjithë bashkëbiseduesit për atë që ndodhi, skenat që pam. Realisht ka po shkon kjo situatë dhe ky zhvillim, zotri Goci? Ajo po shkon që për herë të parë, ndoshta mbas shumë kohësh, njerëzit e kanë kuptuar që këto vendimarrjet jo transparente dhe më do thoja me nota absolutisht kriminale, i kanë prekur direkt jetët e qytetarëve shqiptar,
Dhe ajo që kuptohet është që në fakt këto vendime nuk është se neve nuk na pëlqejnë kështu nga larg, në kuptimin na prishin shihen, por na prekin direkt në jetën tonë, në liritë tona dhe në faktin që do të thonë ti është e pamundur praktikisht që të jetosh më në Shqipëri, në momentin që të merren hektar të tërë me një shkretme, nesër mund të të marrin gjithçka, por praktikisht duke zhveshur qytetarin, duke zhveshur nga çdo lloj cilësie, nga çdo lloj përkatësie dhe nga çdo lloj prane publike, aseti publik, dhe praktikisht vetmja gjë që të ngelet pastaj marrëdhënia me shtetin tonë, me territorin dhe me gjithçka të ngelet vetëm bësh shqiponjë me duar, gjë tjetër s'ka ngelë. Dhe unë kur shoh njerëz që bëjnë shqiponjën pa pasur asnjë lloj lidhje me territorin, duke më hugjë drejtat, me thënë drejt duket faza më e degraduar e regresit psiqik, bëhemi gjithë si idiot pastaj. Këtë njerëzit nuk e pranojnë, sigurisht, sepse njerëzit nuk janë, kanë duruar shumë, mendoj unë, kanë parë shumë, dhe janë në situatën që duan një reagim fuqishëm dhe për të thënë që priti sekond, sepse ne jemi zotët të territorit, zotët të Shqipërisë, tërë kushtetuta flet në emër të popullit, kushtetuta flet për det, për lumej, për pyje, për resurse kombëtare, për monumente natyrore, edhe për gjitha këto, dhe ne jemi të zhveshur komplet. Domethënë ne sot as nuk futemi dot me i paksh nga larg, lëre pastaj të kemi akses ekonomik në të mirat e territorit shqiptar. Këtu është faza tani që është i shpronësim jo vetëm material ekonomik, por është i shpronësim shpirtëror, është edhe një rrahje dhe një dëmdje me dru, dhe është një nivel, domethënë regresi i qytetarit në pikën më të ulët, duke katandisë si një thes me miell dhe kape biri me shkelma. Është faza finale, domethënë, e një procesi që ka për mua ka fillesën ndoshta që nga privatizimet e para, edhe sot kemi arritur në pikën kulminante, ku nuk pyet më njëri, s'do të di më njëri, shkon tjetri e merr me polici private, me zdy private, kriminal, trafikant, njerëz, firma ndërtimi pa emër, smerret vesh kushosh atje, bëjnë gjëra marrëveshje, ulen tavolinë dhe edhe shteti thotë, s'kemi ç'i bëjmë se kanë bërë marrëveshje. Unë nuk e di për çfarë duhet shteti, zotëri, ik që andej dhe jepja dikujt tjetër, më kupton, që mua të paktën më jep sensin e qenurit në një shtet. Sepse ai zotëria nuk merr përsipër asgjë, kupton, bën animatorin, zëdhënësin e privatëve, zëdhënësin e kushnerit, zëdhënësin e këtyre. Ç'më duhet mua një kryeminist që bën zëdhënësin? Me atë që thatë, ne vërtet kemi parë banorët që kanë qenë shumë të tensionuar dhe të papërmbajtshëm në reagimet e tyre, që është e kuptueshme edhe nga këto që po thoni ju, por edhe të tjerët. Çka mund të ndodhë ditëve në vazhdim? A do të ketë protesta të tjera? Cili mund të jetë epilogu i gjithë këtij zhvillimi të momentit? Natyrisht, ne do të jemi me gjithë vëmendjen andej, por për sot çka mund të na tregoni? Shiko, nëse jemi në një pikë konfliktualiteti dhe një pikën e përjashtimit dhe dhunës, ku qytetarët nëse rrinja vetëm kushtet e psimit, pra këtu nuk bëhet fjalë për të ruajtur paqen sociale dhe për të thënë mirë, po bëhet një gjë, është pa gabim, pa hajde ne vazhdojmë jetën tonë normale. Ka arrit pika tani që pushteti dhe oligarkia dhe tërë mafia kriminale, domethënë kanë hyrë në jetën tonë në mënyrë kaq të dhunshme dhe kaq mbizotruese, sa i bie që ne ikim gjithë që këtu, Shqipëria është përgjithësisht popullsia për këtë arsye. Shqiptarët nuk ikin nga lështo, nga varfëria, apo ikin se janë mërzit, apo ikin për një shans më të mirë, apo ikin se u pëlqen shumë Amerika, apo ku do diun. Jo, ikin sepse dikush i ka përzon në shkelma. Dhe vazhdon ky lloj revanshi i tmeshëm ndaj drejtës tonë për të jetuar në Shqipëri dhe për pasi jetë normale. Kjo ka çuar në konfliktualitet total. Dhe përveç se konfliktualitetit në Shqipëri mund të ketë më paqe sociale, mendoj unë. Kështu që gjitha këto që shikoni, mos shikoni se është në trimëri madhe, apo si qytetarët po bëjnë një gjë emancipuese, po ku do diu. Është thjesht pika ku ekzistenca jon nuk mund të jetë. Po, shumë e qartë, ata po e shprehin shqetësimin e tyre për pronat e tyre, kështu që social, jo, nuk janë vetëm ata, jo, sepse thash, tu po shfrytëzohemi gjithë. Pronari po shfrytëzohet nga titulli, unë po shfrytëzohem nga të mirat e mia të natyrës time, të mrekullive natyrore, të vlerës ekonomike, të aksesit tek mirat publike, dhe po shfrytëzohem edhe nga identiteti im, domethënë nga marrëdhënia ime me territorin, me shpirtin e kombit,
dhe me gjithë shka tjetër që ne janë ndërtuar me mijëra vjeçar. Këtu bëhet fjalë për një goditje, për një hanxar që po krijon kriza dhe po krijon trauma, të cilat janë shekullore dhe nuk është gjë e lehtë. Prandaj njerëzit të reagojnë fuqishëm, sepse kuptohet që është një problem shumë i madh që unë mendoj që në fakt i përket çdo shqiptari që jeton në diasporë, çdo shqiptari që jeton në Kosovë, Malzi, Maqedoni, kudo ku ka shqiptar, mendoj që kjo gjëja deri diku përket. Unë nuk dua ta mitizoj këtë gjën, por keni parasysh që pasuritë natyrore të Shqipërisë duhet, për mendimin tim, duhet të kenë akses gjithë shqiptarët. E qartë. Zotri Goci, unë i Kosovës edhe gjithë tjerët. Po, për sot ju falenderoj shumë, do të jemi në hap me atë që do të ndodh, edhe falenderoj kontributin tuaj. Faleminderit. Ju falenderoj, e vlerësoj shumë. Me zotrin Muçi një çështje të fundit, a do të protestohet sërish, a do të kemi pamje të tilla sërish? Krejt në fund. Shiko, protesta e djeshme në Tiranë ishte një protest e thirrur nga qytetarët, nga shoqëria civile, dhe ishte një protest krejt spontane, e cila pati me mijëra pjesëmarrës, dhe për sot në orën 6 mbasdite është bërë thirrje për një protestë të dytë, kështu që shpresoj që masiviteti i protestës së ditës sotme të shtohet dhe të detyrojë qeverinë e Edi Ramës praktikisht që të jap dorëheqjen, sepse nuk mund të vazhdohet më në këtë mënyrë siç e ka nisur. E qartë. Faleminderit shumë për lidhjen dhe që shndruat gjatë këtyre minutave. Najsi.